Të nderuar zëvendës. Ditëve të fundit kemi dëgjuar shumë lajme në lidhje me Drejtoria e Bashkëpunimit Ndërkombëtar Policor i Leccu transmetoi informacione zyrtare. Së fundi shenjat e gishtërimeve të një personi. Patron Hajlisi janë përcjellë në Agjencinë e Kosovës për Forenzik, ku i përkasin qytetarit të raportuar si i vrarë. Ministro i ftoi qytetarët e vendit tonë të mos bien pre për shërbim deri në sakrificë. Pikërisht këtë javë, 26 korrikun përgjegjëse për zbardhjen e gjitha këtyre rasteve dhe sjelljen e autorëve para drejtësisë. Sot janë terroristëve të tjerë të grupit të tij paramilitar nga ana e sistemit konstitucional. Peshon rënd përgjegjësia për drejtësi e zhvillim, ndjenjë e mirë, barazinë e sovranëve, respektimin e pavarësisë së tjetrit, njohjen dhe